Koha ishte ndalur në ato pikë të pasdites, kur dielli nuk po dite më, por vetëm ledhatonte. Rrezet e arta depërtonin në përperdet e bardha të dhomës së ndenjes, duke krijuar modele hijesh në dyshemen prej druri. Era e verës lëkunte lehtë perdet, duke sjell brenda aroman e blirit dhe të barit të kositur. Arta ishte uur në divan, me gjunjë të përqafuar, duke e parë kushriren e saj, e glandin. Ajo po fliste, por zëri i saj ishte thjesht një sfond për diçka tjetër. Arta po e shikonte mënyrën se si drita i përshkonte flokët e glantit, duke i bërë të shkënqenin si mjall t'i lëngshëm. Po shikonte duart e saj, të cilat lëviznin në ajër duke theksuar fjalët. Duar që ajo i kishte parë mijëra herë, por që sot dukeshin ndryshe. E po, më në fund e kuptova, po thoshte Eglantia, duke qeshur me atë të qeshurën e saj që mbushte dhomën. Jo, s'po talem. Thash që nuk do ta bëja më dhe nuk e bëra. Arta nuk po dëgjonte. Ajo po dëgjonte tingujt, rajet e zemrës së saj që po shpejtoheshin, frymarrjen e Eglantit, ndalesat e vogla midis fjalëve. Ajo po vinte re se si Eglantia e shikonte her pas here, duke ndallur shikimin tek buzët e saj për një sekond më shumë se ç'duhej. A je mirë? E pyeti Eglantia papritmas, duke e shqetësuar nga mendimet. Duke she humbur. Arta u drodh lehtë, sikur ishte zgjuar nga një ëndër. Po, sigurisht, thjesht po mendoja. Për çfarë? Arta uli shikimin duke luajtur me cepat e jastëkut. Për dritën, tha ajo, duke treguar me kokë nga perdja. Si ndryshon gjithçka, si e bën një dhomë të zakonshme të duket si një vend tjetër. Eglantia u ngrit nga karigja dhe erdhi pranë saj. Hija e saj ra mbi Artën duke e mbuluar për një çast. A të shqetëson drita? Pyeti ajo me zë të ulët. Jo, u përgjigj Arta duke e ngritur kokën. Sytë e tyre u takuan. Përkundrazi, më bën të ndihem e qetë, por edhe e çuditshme. Eglantia u ul pranë saj, aq afër sa Arta mund të ndjente ngrohtësinë e trupit të saj. Distanca midis tyre ishte mbushur me një ajër të rëndë, të ngarkuar me fjalë të pathna. E di çfarë? Tha Eglantia pas një heshtjeje. Unë gjithashtu. Kur jam këtu me ty, ndihem sikur mund të them gjithçka, por në të njëjtën kohë nuk mund të them asgjë. Arta e ndjeu një dridhje të lehtë në shpinë. Ajo e ktheu pak trupin drejt saj, duke e prekur pa dashje me gjuhë. Kontakti ishte i shkurtër, por elektrik. Pse nuk mundesh? Pyeti Arta, duke e ditur tashmë përgjigjen, por duke dashur ta dëgjonte. Eglantia nuk u përgjigj me fjalë. Ajo e mori dorën e Artës, atë dorë që kishte luajtur me jastëk, dhe e vendosi mbi të sajën. Gishtat e tyre u ndërthurën ngadalë, sikur po mësonin një gjuhë të re. Arta e ndjeu pulsin e saj duke u përshpejtuar, jo vetëm në kyçin e dorës, por në çdo pjesë të trupit. Drita kishte ndryshuar sërish. Perdet u valvitën dhe një rrezë dielli u vendosi mbi duart e tyre të ndërthurura, duke i bërë të dukeshin si një gjë e vetme. E shikon, pëshpëriti Eglantia duke e drejtuar shikimin nga duart e tyre. Drita po na prek të dyja njësoj, nuk bën dalime. Arta mori frym thellë. Aroma e eglantit, një përzierje e lules së portokalit dhe diçkaje tjetër, më të ngrohtë e mbushi. Ajo e dinte se çdo fjalë që do të thoshte tani do të ishte një hap pa u kthyer. Por heshtja ishte edhe më e rrezikshme. Ajo dritë nuk sheh, nuk gjykon, tha Arta me zë që mezi dëgjohej. Por unë po shoh gjithçka. Eglantia e tërhoqi dorën e saj, por jo për ta lëshuar. Ajo e tërhoqi dorën e Artës drejt gjoksit të saj, aty ku zemra i rihte, e çmendur e paqartë. Arta ndjeu rajet në pëllëmbën e saj dhe kuptoi se Eglantia nuk ishte më e qetë se ajo. Edhe unë po shoh, tha Eglantia, duke e ngritur dorën tjetër dhe duke e vendosur mbi faqen e Artës. Gishtat e saj ishin të ngrohtë dhe të lehtë si pend.
por kam frikë ta them me zë, sepse fjalët nuk mund të merren prapa. Arta mbili syt për një qast. Në ngishtat e Eglantit, ajo ndjente se cilën qelisë të fytyrës së saj të zgjohej. Ajo e ktheu kokën pak dhe buzët e saj pothuajse prekën pëllëmbën e kushrirës. Heshtja ndonjëherë flet më shumë se fjalët, tha Arta, duke i hapur syt. Shikimi i saj ishte i qartë dhe i pandërprer. Eglantia u afrua edhe pak. Tani nuk kishte më distancë. Fytyrat e tyre i shiqin aq afër sa Arta mund të numëronte qerpikët e saj. Era e përbashkët që merrnin ishte e njëjtë. "Dëgjo", i përshpëriti Eglantia në vesh, me zë aq të ulët sa mezi dëgjohej, por aq të ngrohtë sa e përshkoi të gjithë. Ndjej diçka që nuk mund ta shpjegoj. Është si ky moment, si kjo dritë. Nuk dua të largohet. Arta nuk ju përgjigj me zë. Në vend të kësaj, ajo e ngriti dorën e lirë dhe e vendosi mbi qafën e Eglantit, duke ndjer pulsin e saj të shpejt nën lëkurë. Ajo e të hoqi, u fo edhe më afër. Atë sa bali i tyre u prek. Ajri midis tyre ishte zhdukur. Tani ishin vetëm ato, në atë dhomë me perde të bardha, në atë dritë që nuk gjykonte. Heshtja e tyre ishte një bisedë. Kontakti i lëkurës ishte një rrëfim. Dhe ndërsa buzët e tyre pothuajse takoheshin, Arta ndjeu një valë të tërë të çlirimit, sikur gjithçka që kishte mbajtur brenda, po gjente një rrugdalje pa fjalë. Ato mbetën kështu për një kohë të pacaktuar, duke ndarë të njëjtën frymë, duke ndarë të njëjtin qast. Nuk kishte nevojë për më shumë. Jo atë moment. Drita filloi të zbehej, perdet u qetësuan dhe dhomën e mbushi një hije e butë, por asgjë nuk ishte ndryshuar. Gjithçka ishte e njëjtë, por njëkohësisht, absolutisht ndryshe. Kur më në fund Eglantia u tërhoq pak, sytë e saj ishin të ndritshëm, sikur kishin qarë pa lot. "Do të kujtoj këtë dritë", tha ajo, "dhe këtë heshtje." Arta buzëqeshi, duke ndjer ende ngrohtësinë e saj në lëkurë. "Dhe unë do të kujtoj ty", u përgjigj ajo, duke e ditur se çfarë do të thoshte në të vërtetë. Nga jashtë, në obor, dikush thiri emrin e Eglantit. Ishte halla, duke thënë se darka ishte gati, por ato nuk lëvizën menjëherë. Ato qëndruan edhe për disa sekonda, duke ndarë atë çastin e fundit të pandar, para se të ngriheshin dhe të ktheheshin në botën e jashtme, duke e mbajtur sekretin e atyre gishtave të ndërthurur si një amës të ëmbël, të pathënë, që nuk do të harohej kur.